Kryeministri Edi Rama ka bërë publike letrën zyrtare nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, përmes së cilës Shqipëria ftohet të përfshihet si shtet antar themelues në Bordin e Paqes për administrimin e rripit të Gazës pas përfundimit të konfliktit. Sipas përmbajtjes së letrës, kjo nismë është pjesë e një plani gjithëpërfshirës me 20 pika të shpallur nga presidenti amerikan në shtator të vitit 2025, që synon vendosjen e paqes dhe krijimin e një administrate tranzitore në Gaza. Është një nder i madh për mua t'ju ftoj ju, si kryeministër i Republikës së Shqipërisë, të më bashkoheni në një përpjekje historike dhe madhështore për forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe, njëkohësisht, të ndërmarrim një qasje të re plot guxim për zgjidhjen e konfliktit global. Më 29 shtator 2025, shpalla planin gjithëpërfshirës për fundin e konfliktit në Gaza, një plan veprimi me 20 pika i mbështetur menjëherë nga të gjithë udhëheqësit botëror, përfshirë edhe krerët kryesor në botën arabe, Izrael dhe Europë. Në vijim të këtij plani, më 17 nëntor, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi me shumicë mbizotëruese rezolutën 2803, duke mirëpritur dhe mbështetur këtë plan. Tani, është koha që t'i kthejmë të gjithë ëndrat në realitet. Bordi i Paqes është në zemër të këtij plani dhe ky është bordi më mbreslënës dhe më me ndikim i krijuar ndonjëherë, i cili do të themelohet si një organizatë e re ndërkombëtare dhe administratë qeverisëse tranzitore. Rama thekson se vendi do të angazhohet për të përmbushur me seriozitet rolin e tij në këtë proces ndërkombëtar. Me nderin e kënaqësinë e ndarjes me ju të letrës që mora dje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke ju falendëruar për privilegjin e besimit që më keni dhënë, si dhe duke ju siguruar se do të bëj deri në fund gjithçka duhet për të lartësuar emrin e Shqipërisë e dinjitetin e shqiptarëve, ju uroj të diel të qetë. Sipas letrës, çdo shtet antar në Bordin e Paqes për administrimin e Gazës mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar në emër të tij për të marrë pjesë dhe kontribuar në takime. Trump nënvizon në letër se qëllimi është vendosja e përhershme e paqes botërore dhe e mirëqenies.